Kosova është në rrezik prej Serbisë, por rreziku serbi vjen nga Tirana. Pse prej kujt? Tentativat nga Tirana për të goditur Kosovën pas shpinë kanë qenë të herpashershme. Prej kujt? Prej klasës politike në Shqipëri. Kush është klasa politike? 13 vitet e fundit ka qenë kryeministri Rama. Do të thonë ka desh me vendos tika pas shpinë e Kosovës? Nuk e di, unë nuk e paragjykoj, unë e kam kundërshtar politik Edi Ramën, por të gjitha nismat që ka bërë, nga Ballkani hapur, ideja për shkëmbim territoresh, gjykata speciale, erdhi me helikopter këtu, i tha Hashim Thaçi të votojë gjykatën speciale, mbështeti i bëri presion, gjithë deputetëve votoni gjykatën speciale, del tani thot do mbrojmë Hashim Thaçin. Ishte edhe në Serbi. Tha Kosova shteti i pavarur. Bëri dhe shkrim me Aleksandar Vučićin në Frankfurt Allgemeine Zeitung para pak ditësh, solli një ofertë për Gjermaninë nga Ballkani, ofertë e Tiranës dhe e Beogradit, ofertë dyshe e Ramës dhe Vučićit për europianët që shikonin na gjeni një integrim të nivelit të dytë. Pra roje kedera Europës. Për të konfiguruar një Ballkan të drejtuar nga dyshja Rama Vučić dhe kjo nuk është e shëndetshme për Kosovën.